euro, sot kanë matje të caktume se çka po ndodh edhe ku është, si më thonë, rezultati i këtyre investimeve. Me digitalizim të agrikulturës, edhe të sektorëve të ndryshëm në bujqësi, Shteti i Kosovës jo vetëm që kursen pare, po mundet me ndihmu edhe vetë aty në bujqëve që i kanë marrë ato grante, që i kanë marrë ato ndihma, që produktet, shërbimet e veta me i kryen në mënyrë shumë më të shpejtë dhe më të mirë dhe më të lirë. Shëndetësia është një prej shpenzimeve më të mëdha që Shteti i Kosovës e ka në buxhet, edhe kemi një shkapërderdhje me thonë ashtu të informatave shëndetësore në Kosovë. Laboratorët nuk kanë komunikim me QKMF, QKMF nuk kanë komunikim me QKUK, nuk kanë komunikim me spitale private, edhe krejt kjo shkakton humbje të mëdha, edhe mos themi në raste të caktuara mundet edhe me humb jetë të njerëzve, sepse nuk komunikojnë mes veti. Nëse kjo digitalizohet, e cila është dashur që 25 vite më digitalizohet, jemi ndër vetmit vende në Evropë që s'kemi digitalizim të shëndetësisë, ose s'paku digitalizim të plot, po them ashtu, të shëndetësisë, sepse aty këto ka aplikacione. Unë mendoj që mundet me zvogëlu shpenzimet, mundet me urrit transparenca në shëndetësi, e çash më e mira mundet me u shpëtu jetë. Edhe kjo është pastaj pa match me aspektin financiar. Çfarë analize keni për çto vitet e fundit, çfarë është bërë prej qeverisë në sektorin edhe të digitalizimit, edhe të teknologjisë në përgjithësi? Unë kam qenë kryetari shoqatës IT kompanive për Nikoj Stikut, kam një prej kompanive më të suksesshme në Kosovë që udhëheqi, që vazhdoj me udhëheq. Janë bërë disa platforma, janë shtu disa shërbime në e-Kosovë që është në platformë. Janë bërë disa ligje të reja, cilat mundsojnë investime, por nëse e merr me shiku 5 vite, është bërë ndoshta 1% asaj që ka mujt me u bë. 1% asaj që ka mujt. Po, sepse pikë pari është mbyll një ministri e cila ka qenë si vertikale këtyne që është quajtur Ministria e Inovacionit. Me vetë faktin që mbyllet një ministri e tillë për mu tregon pak për, si më thonë, vizionin e një qeverisë mbi digitalizimin, mbi teknologjinë digitale, mbi inxhinierin përgjithësi. Gjaja më e lehtë që thojmë në industrinë, vi thojmë follow the money. Qeveria e Kosovës nuk ka investu mjaft para në digitalizim të shërbimeve publike, në inovacion, në start-upe, edhe në këtë industri atë sa është dashur me shpenzu. Nëse ti e ki prioritet, sepse bota e ka prioritet, ti mundesh me pa me shpenzimet që janë bërë. Nuk ka nevojë me qenë këtu normal, unë tash jam subjektiv për shkak të partisë dhe për shkak të bindjeve të mia, por mas lehtë me i pa dhënat e shpenzimeve që janë bërë, me pa numrin e tenderëve që janë kon, por cellton asnjëherë s'ka marr pjesë, por ju e përmendët një investim që do të tentoni ta sillni në Kosovë, a ka pas mjaftueshëm politik nxitse për këto kompanitë e mëdha? E mbajmë mend një vizitë në Silicon Valley, të kryeministrit Kurti në SBA, u pa thënë që ka pas oferta që i janë dhënë kompanive të ndryshme, por nuk është konkretizuar diçka sa i përket investimeve megalomane prej këtyre kompanive të mëdha. Nuk e di, unë rezultatet që s'ka pas kur gjë. A ka pas tentime, nuk e di se s'kom qenë pjesë e qeverisë. Do të ishte, si më thonë, e ulët prej meje, me dhënë komente, a ka pas tentime ose është punu ose çka, por çka muj me dhënë komente, është që rezultatet nuk janë. Nuk e di sa kompanitë